Tetori roz është muaj ndërkombëtar i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. E shënohet çdo vit gjatë muajit tetor dhe ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin për kancerin e gjirit dhe rëndësinë e zbulimit të hershëm. Inkurajon kontrollet parandaluese si mamografia dhe vetkontrolli, mbështet gratë që përballen me këtë sëmundje dhe promovon edukimin shëndetësor dhe fushatat e informimit. Simboli i këtij muaji është fjongoja roz, e cila përfaqëson solidaritetin me të prekurat nga kanceri i gjirit, por edhe shpresën për shërim. Gjatë këtij muaji, institucionet shëndetësore, organizatat e shoqërisë civile dhe profesionistët mjekësor bashkojnë zërat për të përçuar mesazhin që nuk mund të injorohet më. Asnjë grua dhe asnjë vajzë nuk duhet të anashkalojë kontrollet parandaluese dhe vetkontrollin. Kujdesi për shëndetin është përgjegjësi dhe jo luks. Kirurgu i përgjithshëm dhe kirurgu torakal Nexhati Jakupi po ndan të dhëna shqetësuese mbi rritjen e numrit të pacientëve të prekur ndër vite. Nëse duhet të heq një paralele për situatën sot dhe para 30 viteve, konstaton se numri i grave të prekura nga kanceri i gjirit është 10 fishuar. Ilustruar statistikisht, nëse dikur i tërë rajoni ka pas vetëm 100 raste në vit, tani 1500 raste në vit ka vetëm Maqedonia. Dhe jo vetëm kaq, kur shikon fillimet e tij si mjek, ai sheh se një tjetër trend shqetësues është rritja dramatike e kancerit të mushkërive tek gratë. Është kështu frapuese, është dramatike. Prevalenca, shpeshtësia e veçanërisht e kancerit të gjirit, sa për ilustrim shpesh ne e them në për kështu paraqitje profesionale për këtë çështje. Vitin 1987, i cili nuk është shumë larg, 35-67 vite, edhe pak dhe 40 vite, në pjesën e Maqedonisë, sotme edhe Kosova, edhe një pjesë e Serbisë Jugore, në ish federatën, ka pas gjithsej 100 raste kancer të gjirit. Vitit 87. Tani, në vitin 2025, vetëm në Maqedoni ka 1500 prafërsisht. Gjithashtu kanceri i mushkërive është në rritje frapante. Ajo që është shqetësuese, rritja e kancerit të mushkërive te gratë, e cila para 30 viteve ka qenë 0 te gratë. Dhe me që shkaktari kryesor është duhanpirja, mendohet se këto 30 vite gratë përdorin për këtë që përdorin duhani, si që edhe meshkujt dhe faktikisht tani është barazu. Sa janë burra, atë që edhe gra të goditur nga kjo sëmundje e rëndë, si për pacientin, për shëndetësinë, për shëndetin, për kirurgjinë, onkologjinë e kështu me radhë. Dhe para se të fajsojmë sëmundjet, mjeku thotë se duhet të shikojmë drejt mënyrës si kemi jetuar dhe si e kemi neglizhuar shëndetin tonë ndër vite. Doktor Nexhati Jakupi ngre alarmin me një mesazh të qartë. Jemi duke paguar çmimin e zakoneve të dëmshme dhe mungesës së ndërgjegjësimit. Përveç mungesës së kontrolleve dhe ekspozimit ndaj faktorëve të rrezikut si pirja e duhanit, janë edhe një sër faktorësh të tjerë që kontribojnë në përkeqësimin e shëndetit të grave. Në këto 30 vite, thot Jakupi, kemi bërë gjithçka për të dëmtuar shëndetin ton. Na thanë, në këto 30 vite kemi bërë çmos që të dëmtojmë shëndetin ton me gjitha mundësit. Unë kryesisht e lidhi përveç duhanit mënyra e të ushqyerit, te kanceri i gjirit, ajo është prezenca e hormoneve në për ushqime, bojrat, llaqet, se kështu me radhë të cilët i konsumojmë nëpërmjet ushqimit, normalisht edhe radiacioni, ajri i ndotur, gjithë to janë një palet kështu e cila kontribon në këtë numër të kështu shqetësues të sëmundjeve, prezencës, rritjes së sëmundjeve kancerogjene. Unë pacientëve të mi shpesh u them nuk është shëru vetëm ai pacient që nuk dëshiron të shërohet. Për shkak se edhe detyria njohurit e tona, edhe terapit moderne, veçanërisht pacientët me sëmundje maligne, me kancer, terapit onkologjike japin rezultate jashtëzakonshme. Edhe pacientët ne patjetër t'i bindim, të insistojmë bile. Unë insistoj
që pacienti të bëje komplet trajtimin, e jo të mos edhe në raste ku duket pa shpresë për shkak se tash edhe mjekësia, shëndetësia, kirurgjia edhe onkologjia bëhen çuditëra, ne i shohim ato çdo ditë, që nuk ka qenë para disa viteve. Me zhvillimin e programeve të reja, e teknologjisë, inteligjencës artificiale, faktikisht është arritur deri në shërueshmëri edhe sëmundjet më të rënda kancerogjene. Edhe kjo neve tash na obligon, na detyron që pacienti ta bini, për shkak se që janë në fillim janë shumë pa shpresë. Ai thekson se ky muaj nuk ka të bëjë vetëm me statistika, por ka të bëjë me jetë njerëzish, me gra që mund të shpëtojnë nëse ndërgjegjësohen, me vajza që mund të edukohen për të mos u bërë viktima nesër. Jeta është e çmuar dhe shëndeti nuk pret, andaj mos i neglizhoni kontrollet, porosit Jakupi.